Ripyetjet e varrit dhe provimi për jetësisë. Ekziston një moment në udhëtimin e çdo njeriu ku të gjitha titujt, pasuritë dhe shoqëria veniten. Hapat e të afërmve tanë dëgjohen duke u larguar ngadalë dhe u mbyllet mbi ne. Drita e kësaj bote fshihet përfundimisht dhe mbetet vetëm një heshtje e rëndë. Varri. Ky vendbanim i parë i botës tjetër nuk është një grop në tokë. Ai është pragu ku koha ndalon dhe ku shpirti përballet me provimin më përcaktues të ekzistencës së tij. Këtu, në këtë errësirë të thellë, ku nuk ka më mundësi për të përmirësuar asgjë, dy engjëj me pamje drejtëruese, Munker dhe Nekir, zbresin për të bërë 3 pyetje që do të vendosin fatin e përjetshëm të çdo krijese. Nuk do të ketë diplom, as përgatitje akademike dhe as zgjuarsi njerëzore që mund të ndihmojnë në atë çast. Përgjigjet nuk do të vinë nga memoria e trurit, por nga e vërteta e thellë e zemrës që kemi mbajtur gjatë jetës. 3 pyetjet janë të thjeshta në fjalë, por titanike në peshë. 1. Kush është Zoti yt? 2. Cila është feja jote? 3. Kush është profeti yt? Në këtë provim nuk funksionon mashtrimi. Goja nuk mund të shqiptojë fjalë që zemra nuk i ka besuar dhe nuk i ka jetuar në tokë. Përjetimi i këtij çasti do të jetë rrënjësisht i ndryshëm për 2 kategori njerëzish. Për besimtarin e sinqert, ndonse fillimisht të ndjen frikë natyrore të atij vendi të panjohur, Zoti i gjithësisë i dërgon qëndrueshmëri në zemër kur pyesin engjëjt. Shpirti i tij përgjigjet pa ngurim, me një qetësi hynore. Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe profeti im është Muhamedi alayhis salam. Atëherë një thirrës nga qielli të rreth, robi im tha të vërtetën, varri i tij zgjerohet sa i kap syri, mbushet me dritë dhe aromë nga xheneti dhe i hapet një dritare drejt vendbanimit të tij të ardhshëm. Por për ju besimtarin apo hipokritin, sikleti është i papërshkrueshëm. I kapur nga një panik mbytës, ai përpiqet të gjejë përgjigjet që dëgjonte në botë, por gjuha i lidhet. Ai mund të thotë vetëm nuk e di. Dëgjoja njerëzit të thoshin diçka, e thosha dhe unë. Për të, varri shtrëngohet aq sa i ndërthuren brinjët. Errësira bëhet mbytëse dhe i hapet një dritare nga zjarri i xhehenemit, duke jetuar në ankth deri në ditën e ringjalljes. Kjo qëndrueshmëri në varr nuk është rastësi. Zoti i gjithësisë ka zbuluar këtë sekret në Kuranin famlart, duke treguar se kushdo të jetë i aftë të përgjigjet në atë ditë të vështirë. Allahu thotë në suren Ibrahim: Allahu i forcon ata që besuan me fjalën e fortë të palëkundur, dëshminë e besimtarit në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër në varr. Ndërsa kriminalët, mohuesit, Allahu i lë të humbur. Sure Ibrahim 27. Ndërsa për ndëshkimin dhe presionin e varrit ndaj atyre që refuzuan të vërtetën, Kurani referohet jetës së ngushtë që e pret ata. E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, ai do të ketë një jetë të ngushtë në këtë botë dhe në varr. Sura Taha 124. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ne ka përshkruar këtë ngjarje me aq detaje dhe dhimbje, saqë kur qëndronte mbi një varr pas varrosjes së një besimtari, që ante derisa i lagej mjekra, ai u thoshte shokëve të tij: kërkoni falje për vëllain tuaj dhe lutuni që ai të ketë qëndrueshmëri, sepse ai po pyetet pikërisht tani. Profeti alayhis salam na ka treguar gjithashtu se kur besimtari përgjigjet sakt, varri i tij kthehet në një kopësht nga kopshtet e xhenetit, ku ai flej qetë, si një nuse në ditën e saj të martesës, i mbrojtur nga çdo tmerr deri në ringjallje. Përgjigjet e 3 pyetjeve të varrit nuk mësohen përmendesh sot me gojë. Ato ndërtohen çdo ditë me mënyrën se si jetojmë. Nëse Allahu është Zoti yt sot në vendimet e tua, nëse Islami është udhëfyesi yt sot në sjelljet e tua, dhe nëse profeti alayhis salam është shembulli yt sot në veprat e tua, atëherë gjua jote do të jetë e palëkundur kur dheu të mbuloj trupin tënd. Mos e lër atë provim për nesër. Përgatite dritën e varrit tënd sot me një namaz të falur me përulësi, me një lëmosh të dhënë në fshehtësi dhe me një zemër që kërkon falje. O Allah, o krijuesi ynë, na jep qëndrueshmëri me fjalën e palëkundur kur të qëndrojmë të vetëm në varr. Na i bëj varret tona kopshte prej kopshteve të xhenetit, na mbron nga errësira e tyre dhe na fal mëkatet tona përpara se të vijë ajo ditë.